Në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë u shfaq muzikali Katedralja, një nga produksionet më ambicioze teatrore të këtij sezoni artistik. Katedralja solli për publikun një ndërthurje të fortë mes artit skenik, muzikës dhe emocioneve njerëzore, duke u konceptuar si një rrëfim dramatik me përmasa epike. Shfaqja u ngjit në skenë nën regjinë e Giuliano Briskut, ndërsa koreografia e Artani Bershimit. Udhëheqës muzikor Artur Vera me orkestrimin e Laert Qazimit. Një emocion shumë i madh, një sfidë shumë e madhe, mezin e kam cop, po të them të drejtën nuk jam i vetmi personazh kryesor. Se ndoshta njerëzit e keq kuptojnë pak këtë, po Esmeralda është ajo që i sjell vërdall të gjithë. Domethënë pa Esmeraldën nuk do kishim as Quasimodo, as Priftin, as kapitenin, asnjë, kështu që unë mendoj që të dy janë kryesor, nuk mund të vej asnjëri patjetrin. Për mua ishte një sfidë shumë e madhe, duke qenë se unë jam solist në teatrin e operës dhe baletit, dhe gjinia musical është një gjini tjetër, në opera nuk nevojitën mikrofona, ndërsa në musical nevojitën, dhe ka qenë pak e vështirë edhe për mua që të përshtatem edhe me këngëtarët e tjerë, por besoja dola deri diku me sukses. Ka qenë një eksperiencë komplet ndryshe nga çfarëdo që kam bërë deri tani, sepse unë këndoj në fakt, po të bashkoja aktrimin me këndimin dhe gjithashtu me kërcimin ka qenë një sfidë që unë shpresoj ta kem të kaluar me sukses, dhe për më tepër që ka qenë në teatrin e Korçës në një publik që unë nuk jam e njohur me të fare, mendoj që është pritur shumë mirë dhe shpresoj të jetë pëlqyer sa më shumë shfaqje dhe unë ndihem shumë i lumtur me këtë rol. Edhe për regjisorin Giuliano Brisku, kjo shfaqje përngalloi kishte një sipërmarrje të madhe, aq më tepër një muzikal. Në fakt ishte një çmenduri shumë e madhe që të vendosje një skenë, po themi, të vogël në krahasim me muzikalet të mëdhenj që janë vendosur nëpër botë. Ishte një guxim i teatrit dhe një provokim sigurisht nga ana ime dhe një çmenduri e cila u finalizua sot. Edhe vërtet jam shumë emocionuar, pasi kjo është një kryevepër botërore dhe ishte një sfidë e madhe për të gjithë, sidomos për teatrin. Në përfundim të shfaqjes, Katedralja u duartrokit gjatë nga artëdashësit korçar, duke konfirmuar vlerat artistike dhe impaktin emocional që kjo vepër përcolli tek publiku.